E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn zhvilloi një vizitë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ku aktualisht po zbatohen investime të reja në fushën e sigurisë. Në kuadër të këtyre investimeve, Kastrati Group në drejtimin e Shefqet Kastratit është duke instaluar pajisje moderne kontrollit të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas ambasadës amerikane në Tiranë, këto teknologji synojnë të përmirësojnë standardet e sigurisë në aeroport dhe të forcojnë kontrollin kufitar. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn vizitoi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ku grupi Kastrati, i drejtuar nga Shefqet Kastrati, po vendos pajisje kontrolli të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkëpunimi me ofrues të besueshëm të teknologjisë amerikane i ndihmon kompanitë shqiptare të përmirësojnë sigurinë dhe të përforcojnë sigurinë kufitare, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Por pse ka nisur forcimi i masave të sigurisë? Çfarë deklaroi në njoftimin e mbrëmshëm ambasada amerikane në Tiranë? Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuaj në reagimin e ambasadës amerikane. Ndërkohë, pas këtij alarmi, një reagim ka ardhur edhe nga presidenti i Republikës. Në reagimin e presidencës thuhet se kreu i shtetit është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si edhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Ndërkohë, ditën e sotme, të paktën 3 ministra, Besfort Llamallari, Ermal Nufi dhe Ferit Hoxha, kanë minimizuar alarmin e dhënë nga SBA-t, duke deklaruar se nuk ka informacione për akte sulmesh. Por në anën tjetër, raportohet se antiterrori ka shtuar masat e sigurisë, veçanërisht pranë selive diplomatike, por edhe pranë kampit ku strehohen mujahedinët e Mekut.